Besimtarët ortodoks në mbar vendin kremtuan mes natën e së shtunës ngjalljen e Krishtit në meshën e shenjtë të Pashkës, festa më e rëndësishme në kalendarin festiv të krishterë. Kjo natë simbolizon ngjalljen e shpresës, forcimin e besimit tek Zoti dhe fitoren e jetës mbi vdekjen. Në fshatin Bubullim të Lushnjës, dhjetra qytetarë dhe besimtarë ortodoks u mblodhën në kishën e kryeangjëllit Mikael për të kryer ritet e shenjta të kësaj nate, duke ndezur qirinj, lutur për paqe, mirësi dhe bekim në familjet e tyre. Në përfundim të meshës, famultari i kishës At Aurel Bardo përcolli një mesazh urimi dhe paqeje për të gjithë besimtarët ortodoks, duke theksuar rëndësinë e ringjalljes si një simbol i jetës së re dhe forcës shpirtërore. Të vëllezër dhe motra me Krishtin, ngjallja e madhe erdhi, Pashka e madhe afroi. Kjo Pashkë që është kalim nga vdekja në jetë. Kështu edhe ne me dritën që do të marrim në kishat tona, do të ndezim dritën e besimit ton, dritën e shpirtit ton. Kjo dritë le të bëhet një ndriçim dhe një fanar ndriçimi për të gjithë ne. Ju urojmë gëzuar nga mot Pashkën.